Nëna që ndëroi jetë në shtëpinë e pleqëve. Ndonë se ishin shumë fëmijë, vajza dhe djemë, por asnjëri nuk mori përsipër që të kujdeset për nënën. Ajo ndëroi jetë në shtëpinë e pleqëve. Nëna dhe babai ishin dy prindër të mirë, punonin dhe u kujdesën shumë për fëmijët e tyre që të shkollohen, edukohen qysh është më së miri. Djemt u rritën, disa u martuan e disa migruan jashtë vendit për një jetë kindse më të mirë. Kështu, babai i moshuar pas një kohë ndëroi jetë, mbeti vetëm nëna me dy djemë dhe qikat e cilat edhe u martuan. Djemt donë se donin nanën, mirë po, filluan të mendonin rrugën drejt gërbetit, kështu edhe vendosën dhe udhëtuan. Nana bet veç me reja dhe nipa mbesa. Pas një kohe, djali mori gruan dhe fëmijët, nëna mbet e vetme në shtëpi. U detyruan qikat të kujdesen për nanën, atë e merrin me rend të familjet e burrit, e pastronin, e ushqenin dhe u kujdesnin shumë për nënën e tyre. Pas një kohe edhe dhëndri dolin në gërbet e pastaj dhëndurt i morën edhe gratë e tyre, pra vajzat e kësaj nëne, bashkë me nipa mbesa dhe nëna shkret përsëri mbeti e vetme. U mërzit shumë, ani pse nuk e mendoj se një ditë do t'i vije një fund i tillë për të ndëruar jetë në shtëpinë e pleqëve. Erdhi dita me shku edhe qikat në gërbet. Nëna çante çdo ditë, por edhe vajzat u mërzitnin shumë, ani pse ato munduan të shtyjnë për një kohë migrimin për shkak të nanës, mirë po s'kishin zgjidhje tjetër. Djemt nuk pranuan të kthehen që të kujdesen për nanën, kështu kjo nën mbeti e vetme. Një ditë nga ditët, një nga vajzat i tha nanës se deri të rregullohen ndonjë dokument, pra për të marrë vizën, po të dërgojmë në shtëpinë e pleqëve, s'kemi ku me të çu. Në mundësinë e parë, pasi të bëhet viza, do të marrim atje në gërbet dhe kemi jetu me neve, mos e ke merak nëna joni. Ani pse ky lajm ishte jo i lehtë me ia thon nanës nga e vladi, por s'kishte rrugdalje tjetër. Nanës filluan të rrinin lot dhe të thonte se si është mundur këto vajza dhe këto djemë e unë të shkoj në shtëpinë e pleqëve e ta mbylli këtë shtëpi që u ndërtua për ne. Në ditën ku njën nga qika do të nisej për në gërbet, në orët e hershme të mëngjesit, e dërgua nënën në shtëpinë e pleqëve, vajza çante në zë, nëna shkret e moshuar u mërzite shumë, por nuk fliste, vetëm i rridhnin lotët. Vajza u përshëndet me nanën, shpirt jo coptue, por kishte një fije shpresë që shumë shpejt do ta bënte vizën dhe do ta merrte nanën atje në gërbet. Nana e moshuar filloi të mërzitej shumë, u sëmur nga mërzia dhe kështu filluan problemet serioze me shëndetin e saj. Ani pse vajzat e thinin çdo ditë në telefon, kujdesishin për të nga larg, pra pagunin shërbetore, ushqim, veshmbathje dhe çkado që kishte nevojë, mirë po nëna nuk ishte mirë me shëndetin. Nëna u mërziste sepse i mungonin djemt, i mungonin vajzat, nipa dhe mbesat. Një ditë nga ditët, i bëri zgjidhja e telefonit vajzës e cila kishte lënë numrin e saj në shtëpinë e pleqëve. Për çdo rast. I bëri zgjidhja e hapi telefonin. Ne jemi nga shtëpia e pleqëve. Nëna juaj ka ndëruar jetë, mos u mërzisni ngushëllime. Çfarë lajmi i dhëmshëm? U thye shpirti, u coptua zemra vajzës e cila çante çdo ditë për nënën dhe shpresonte që shumë shpejt ka mu bashku me ta. Djemë dhe vajzat erdhën në Kosovë e varrosën nanën. Nana ndëroi jetë në shtëpinë e pleqëve, ani pse kishte djemë e vajza. Kujdes me veprimet e juaja, mos lakmoni dynjan duke lënë nënat e juaja të mërzitshme.